Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi ka reaguar përmes një postimi në Facebook pas takimit të kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive dhe përfaqësues të pushtetit vendor në Kutç të Vlorës, ku në fokus ishte reforma e re territoriale. Boçi e ka interpretuar takimin si një përplasje mes qeverisë dhe kryetarëve të bashkive që kundërshtojnë ndryshimet e propozuara në hartën territoriale. Sipas tij, Rama ka shfaqur nervozizëm gjatë mbledhjes dhe ka mbyllur atë me një mesazh të drejtë për kundërshtarët. Kush del kundër ndarjes me qëndrime dhe vendime ka personale me mua, shkruan Boçi duke cilësuar këtë fjali si për mbledhjen më të qartë të mënyrës se sipas tij kryeministri e koncepton pushtetin. Në reagimin e tij, Boçi pretendon se takimi në Kutç ishte paraqitur si një proces konsultimi për hartën e re territoriale, por se konsultimi sipas tij përfundoi sapo disa kryetar bashkish shprehën kundërshtimet e tyre. Konsultim do të thotë i bindesh atij, jo të dëgjosh prej tij, shkruan Boçi, duke akuzuar qeverinë se nuk ka qenë e gatshme të dëgjojë qëndrimet e përfaqësuesve vendor. Deputeti demokrat pretendon gjithashtu se kryetarët që kundërshtuan ndryshimet janë konsideruar rebel dhe se disa prej tyre janë nxjerrë nga mbledhja. Sipas tij, kjo tregon se vendimi për ndryshime territoriale është marrë më herët dhe se procesi i konsultimit ka qenë vetëm formal. Kryetarët nuk u thirrën për të dhënë mendim, por për të njoftuar dhe bindur. Është një tjetër nga akuzat e forta të Boçit. Në vijim të reagimit ai kundërshton edhe mënyrën se sipas tij Rama e ka personalizuar debatin për ndarjen territoriale. Boçi thekson se bashkitë nuk janë struktura të Partisë Socialiste dhe se kryetarët dhe këshillat bashkiak kanë mandat nga qytetarët. Territori i Shqipërisë nuk është pronë personale e Edi Ramës, shkruan ai duke përmendur konkretisht Dimalin, Poliçanin, Selenicën dhe Divjakën si bashki që sipas tij nuk mund të ndryshohen apo të hiqen nga harta sipas vullnetit të kryeministrit. Boçi e mbyll reagimin duke lidhur kundërshtimin ndaj reformës territoriale me një përplasje më të gjerë politike, duke deklaruar se personalizimi i pushtetit sipas tij sjell si përgjigje revoltën.